Maqedonia e Veriut është rënditur nga një rast tragjik që ka ndodhur në Koçan. Inspektorati i punës e ka dënuar supermarketin Viva Fresh në hyrje të Mitrovicës për shkak se nuk ka pasur dalje emergjente. Fatkeqësisht siguria nga zjarri në shumë objekte edhe në Kosovë, sikurse janë edhe diskoteka, qendra tregtare, restorantet apo hotelet, ende është larg standardeve optimale. Maqedonia e Veriut është rënditur nga një rast tragjik që ka ndodhur në Koçan të këtij shteti dje. 59 persona kanë humbur jetën në një diskoteke e cila është kapluar nga zjarri. Mediat atje kanë raportuar se kjo tragedi ishte pasojë kryesisht e mospasjes së daljeve emergjente në këtë diskotekë, si dhe mospasjes së aparateve të mjaftueshme për fikjen e zjarrit. Pra, nuk I plotëson dhe standardet e funksionimit të saj. Mirë po, pasojë tragjedisë sy duhet I kthejmë nga Kosova, të shikojmë si kemi punë me objektet cilat funksionojnë, a kanë dalje emergjente, pra objektet e mëdha biznesore ku ka potencial për mbledhje të numrit të madh të njerëzve. Këto objekte kryesisht janë diskotekat, supermarketet, sallat e darsmave dhe qendra tregtare. Në vitin 2022, portali Veriu.info kishte raportuar se Inspektorati I punës e ka dënuar supermarketin Viva Fresh në hyrje të Mitrovicës për shkak se nuk ka pasur dalje emergjente. Ka një objekt shumë të madh 2 katësh në fshatin Shqipkës, dhe kjo objekt ishte pa dalje emergjente. Inspektorati I punës e kishte dënuar me 2500 euro. Nuk është I vetmi Viva Fresh, ka plot të tjerë. Madje kena edhe objekte banesore pa dalje emergjente. Çka thot ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë, përkatësisht në 15 e tij. Për çdo objekt ose ndërtesë të destinuar për punë, po dhënë se duhet të sigurej. Secila ndërtesë të ketë dalje emergjente, planin për evakuim në mënyrë se personat të evakuohen nga objekti në rastin e ngjarjeve të papritura, prej të cilave rrezikohet jeta dhe shëndeti I tyre, edhe pika të tjera. Tash ne në vazhdim do të bashkëbisedojmë në një video intervistë nga distanca me ekspertin e sigurisë dhe shëndetit në punë, zotin Rushdi Fejka. 59 persona kanë vdekur në një diskotekë e ku thuhet se shkaku kryesor është për shkak se objekti nuk ka pas dalje emergjente dhe nuk ka ofruar sigurinë punë. Po e kontekstualizojmë me Kosovën. Sa ofrojnë objektet biznesore edhe diskotekat, për shembull qendra tregtare, vendet ku kanë potencial me mbledh numër I madh njerëzve, siguri në rast fatkeqësive të zjarrit. Ju shpreh ngushëllime gjithë atyre që I kanë humbur jetën me të dashur tyne në këtë ngjarje mjaft të dhimbshme. Mirë po, fatkeqësisht siguria nga zjarri në shumë objekte edhe në Kosovë, sikurse janë edhe diskoteka, qendra tregtare, restorantet apo hotelet, ende është larg standardeve optimale. Shpeshherë këto ndërtesa nuk kanë sisteme moderne mbrojtjes nga zjarri, si alarmet funksionale apo sistemet automatike të shurjes. Madje disa edhe shkollë na kena raportu kohë më parë për disa objekte që s'kan as dalje emergjente. Absolutisht po, sinjalizimet për evakuim janë një prej faktorëve këç në raste në ndodhie ose në emergjencë të caktuara. Shkollët faktikisht janë një përbërje e rëndësishme të objekte të cilat kanë për frekuentim, domethënë qytetarët ose kërkesat për ahengje të ndryshme, sikurse janë edhe në vendin tonë. Mirë po, daljet emergjente janë mjaft kufizuar ose të bllokuara, pothuajse në secilin rast te ana e inspektimeve zakonisht që I bojnë anane për projekte të cilat konkretisht ne I menaxhojmë ose tentojmë me bë plane ose projekte efektive në raste caktuara. Një problem tjetër serioz është edhe mbi popullimi I qendrave kryesore. Në diskoteka dhe në vende të tjera të mëdha, numri I vizitorëve shpesh herë te I kalon kapacitetin e sigurisë të objektit dhe kjo përbën një problem të jashtëzakonshëm. Ka rregullativ ligjore edhe për kushtet, edhe për daljet emergjente, po edhe për numrin e pjesëmarrësve në një objekt ngjashëm? Po, në aspektin ligjor Kosova ka një bazë të caktuar të rregullore për mbrojtjen nga zjarri, por sfida kryesore është se këto ligje janë të paplota, jo të harmonizuara sipas standardeve ndërkombëtare dhe kjo e vështirëson domethënë zbatimin në mënyrë strikte. Ligji për mbrojtjen nga zjarri tek ne është rifuqizuar, është rishkruar vitin e kaluar me mirë po aktet nënligjore të cilat e përcaktojnë ose e fuqizojnë këtë ligj, domethënë janë prapë ato të cilat kanë qenë paraprakisht. Kërkesat për pajisje të sigurisë dhe dalje emergjente dhe kontrollet të rregullta në institucione përkatëse
gjithmonë megjithatë problematika qëndron në faktin se shumë biznese nuk i respektojnë këto rregullativa, shpesh për shkak të kostave financiare, jo vëdësimit, mirë po edhe ka institucione përgjithëse që i monitorojnë ose mjaftojnë me në shkruajtje të gjobës? Shiqoni, kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. Aktualisht institucionet përgjegjëse se inspektoriatet gjejtëse konkretisht është në domenin e menaxhimit, inspektoriati menaxhimit të emergjencave, konkretisht TAMES, mirë po një pjesë përbërëse e lunë edhe inspektoriati i punës që e ka konkretisht nenin 13 në kodër të ligjit që i lyp, dhe më thonë, kërkesa specifike për objekte, dhe më thonë, kolektive. Mirë po, një rol shumë të rëndësishëm e luajnë edhe zjarrfekset. Në këtë rol, mbikëqyrja e sigurisë në objekte afariste dhe publike, megjithatë, realiteti tregon se këto institucione përballen me disa sfida madhore. Po nashta zjarrfeksit masi ndodh fatkeqësia, a din, po paraprakisht. Së pari, mungesa e inspektimeve shpeshta është shumë efektive dhe problem serioz. Inspektimet ndodhin, po shpesh janë të kufizuara dhe nuk çojnë masa të rrepta, të cilat mundën me respektuar rregullat. Në shumë raste këto konstatohen si shkelje, bizneset paralajmërohen por nuk kanë ndeshkime të ashpra të cilat konkretisht i detyrojnë ato në përmirësimin e situatës. Një problem tjetër është edhe kapaciteti i kufizuar, domethënë këtyre inspektorëve të cilët konkretisht nuk kanë mbulueshmëri plot dhe pjesa më ndërmuese e saj është edhe infrastruktura jo e përshtatshme e ndërhyrjeve, domethënë në rast të rrezikshme kurdo që ndodh në fatkeqësi ose të objektet banesore. Të ndërtimi objekte për shumë që në krejtë Kosovën, si Kpurdhat kanë dollë me tokë objektet banesore që marrohen. Shumica prej tyne, mesaj shumë, ose shumë prej tyne nuk kanë dalje emergjente, nuk kanë shkollë emergjente. Shqyqem, une në kodër kërkesave ligjore jam i certifikuar dhe vetë operoj me projekte dhe më thotë reagimit emergjent. Fatkeqësisht në Kosovë është një problematikë e madhe e komunave, konkretisht zyrave të urbanizmit, cilat lëshojnë leje, cilat nuk i përmbushin kriteret efektive, për shkak se legjislacioni jep edhe zonat e rrezikut, jep edhe sektorët, domethënë cilët konkretisht ndërlidhen me kapacitetet varësisht prej vendit, zonës ose edhe kapaciteteve cilat ndërlidhen me fushën e banimit ose të bizneseve. Mirë po, përmirësue sigurinë nga zjarri në ujitën disa hapa konkret. Rritja e inspektimeve dhe kontrolleve duhet të ketë, domethënë, inspektime më të shpeshta në parandalimin e këtyre situatave, për shkak se mungon komunikimi, domethënë, efektiv mes agjencionit përkatës edhe komunitetit, konkretisht autoritetet gjendëse komunale, cilat janë domethënë një prej fajtorëve kyç në lëshimin e leje dhe zbatimin domethënë projekteve cilat konkretisht vinë si pjesë në leje ndërtimore ose në leje të cilën ata e lëshojnë. Masat e rrepta ndeshkimore nuk janë domethënë të zbatuar për shkak se me siguri edhe mungesës kapacitetive të inspektorëve. Vëdësimi i biznesit dhe qytetarëve, shpesh herë bizneset nuk edukohen mbi rëndësinë e masave, është në gjendje me investu miliona. Gjobat më i edukojnë biznesin, thojza. Shqyqame, ne shpesh herë thojna që në munga kultura e punës, faktikisht ne kemi mungesë kulturë organizative. Por të folëm për kulturën organizative, ne kuptojmë edhe ndërgjegjësimin për të rritur efikasitetin edhe sigurinë e objekteve, për shkak se ai objekt i dorëzohet në gjendjen qytetarit, në gjendjen cilën konkretisht e ka pranuar autoritet dhe ai autoritet shpesh herë nuk i përmbush kërkesat efektive për mulçue në përdorim. Te shpesh herë, pse po tham, vëdësimi ka një pjesë të rëndësishme, domethënë në parandalim. Është për shkak se ne shpesh herë nuk jemi në gjendje me investuar në masa të sigurisë të objektit, por jemi në gjendje me investuar miliona në objekt. Në fasadë. Po në fasadë, cilat konkretisht domethënë efikasitetin e sigurisë qytetarëve, të cilët mundën me frekuentua ato zona, objekte ose varësisht prej destinimit tyre. Përmirësimi i rregullatives ligjore është një prej
praktikave cilat ne duhet më marrë urgjentisht për shkak se mundet me na ndodh në diçka e ngjashme. Në Kosovë po ka dhe zjarre, cilat konkretisht po shihet edhe vitin e kaluar për disa biznese kemi pas zjarre mjaft mëdha, cilat kanë shkaktuar ndoshta edhe miliona domethënë humbje. Mirë po, kjo nuk parandalon në rast dytë, pasi që nuk kemi garanci të plot, domethënë të efektivitetit zbatimit të ligjshmërisë në vendin tonë. Kjo është ndoshta edhe një praktikë cilën konkretisht ne duhet më marrë urgjentisht si shtet, si institucione, po edhe gjitha palë tjera. Aty përfshi edhe inxhinierët cilët janë domethënë një prej bazave kryesore që kishin mujt me ndiku në rritjen e efikasitetit domethënë të ligjshmërisë ose përmirësimit domethënë të këtyre standardeve. Zoti Fejka, ju falemnderit shumë. E shpresoj na më posa në intervistë në studio me fol më zënësisht për këtë temë. Patjetër. Ju falenderit juve për mundësinë për të folur me këtë temë. Shpresoj që institucionet dhe bizneset të marrin hapa konkret në rritjen e sigurisë të gjitha palëve, në këtë rast edhe të emergjencave.